Thënie nga Aristoteli. Aristoteli ishte filozof, shkencëtar dhe studiues i logjikës. Citojmë disa prej thënieve të tij më të bukura. Njeri urtë nuk kërkon lumturinë, por mungesën e dhimbjes. Familja është bashkësia e krijuar nga natyra për të siguruar nevojat e njeriut. Filozofia është shkenca që ka si qëllim të vërtetën. Gabimi ndodh në shumë mënyra, ndërsa për të bërë gjërat mirë ka vetëm një rrugë. Gjithçka është gjithçka që ka fillim, mes dhe fund. Ligji është rregull dhe në nevojë ligji i mirë është rregull i mirë. Themeli i kushtetutës demokratike është liria. Njeriu nga natyra është një qenie shoqërore. Të këqijt janë plot me pendime. Qëllimi i punës është të fitohet koha e lirë. Një dallëndyshe nuk sjell pranverën. Njeriu vetmitar ose është një shtazë ose një hyjni. Askush nuk bëhet tiran për të mbrojtur nga i ftohti. Varfëria është prindi i revolucionit. Virtyti shkëlqen në fatkeqësi. Njeriu i matur nuk thot çdo gjë që mendon, por mendon çdo gjë që thot. Pa miq, askush nuk do të jetonte dot, edhe po të kishte të gjitha të mirat e tjera. Kush dëshiron të bëhet drejtues i mirë, duhet të ketë qenë më parë në drejtimin e një tjetri. Të mund të ushtrosh lirisht genialitetin tënd, kjo është lumturia.